Këtu bëhet fjalë për Ramën, se për Berishën nuk besoj aleatin e tij me dëshmi për 21 janarin. Te pyetja e parë që ju e dini më mirë që mund të bëhet atje është ti zotëri i nderuar, ditën që ka ndodhur kjo ngjarje dhe që do të dëshmosh ç'a pozicioni ke pas atëherë? Jo, të jem realist për këtë ngjarje të 21 janarit, të jem realist tek ju, të kjo ngjarje e 21 janarit, kur unë kam vajtur dhe kam takuar zotin Meta në paraburgim, kam folur pothuajse 1 minutë mos gaboj për rastin pse ka kërkuar, më ka thënë që kam kërkuar sepse dua të parashtroj disa fakte. Unë i kam thënë edhe sikur i nderuar president ti parashtrosh faktet, në rast se janë kundër pushtetit aktual që dikur ishte opozita e famshme e Partisë Socialiste, nuk do përdoren sepse nuk mundet të goditet partia. Ishte shumë i qartë zoti Meta në këtë drejtim, e kuptoj, po tha ai, unë këtë mendim kam, që do shkoj të parashtroj mendimet e mia ose ato fakte të cilët unë shikoj të arsyeshme. Pra, ju si avokat i keni këshilluar. Jo, kemi një ndryshim. Unë, kur kam shkuar edhe kam takuar, edhe takoj javë për javë zotin Meta në paraburgim, i kam thënë, do të merremi me betejën tonë juridike dhe nuk duhet të japim asnjë, do të thoya, informacion që do të merret dhe do të përdoret nga interesat të caktuara për shkak se vetë SPAK-u do të përdori dëshminë e zotit Meta për të përfituar partia në pushtet. Prandaj, unë nuk kam qenë dakord që zoti Meta të japi një deklaratë të tillë, por është në varësi të personit i cili don të japi të parashtrojë deklarata në institucione shtetërore. E drejt nga pikpamja procedurale, por nga pikpamja e asaj që unë them që afërmendësh drejtësia vendos sipas prokurorisë, dëshmia e zotit Meta nuk besoj se do të merret në konsiderat nga organi politik që është SPAK-u në rastin konkret. Për ta mbyllur avokat, ju para një viti keni deklaruar që do të presim 24 muaj nga mandati i dytë i Trumpit, nga gjysma pra, e mandati i dytë. Deri tani kanë kaluar 12 muaj. Presim edhe 12 të tjerë. Sepse pikërisht zoti Trump nga 21 janar të 2025 kishte një mision të vështirë ndërkombëtar. Ju e pat shumë mirë, është fakt i provuar botërisht që zoti Trump mbaroi të lashet me luftra të ndryshme të cilët Biden i kishte lënë me qëllim që Trumpi të dështonte. Ju e mani mirë shumë mirë men se si zoti Trump goditi Iranin, e mani mirë shumë men rastin e Ukrainës, e pat shumë mirë rastin e Izraelit. Dhe tani do ecë nga Ballkani. Bravo. Pritani mos nxito. Dhe mbaroi në politikën ndërkombëtare rolin dhe misionin e tij. Dhe e kaloi me sukses. Demokratët amerikanë në këto momente që flasim janë në një situatë paniku. Kur them panik, jam i bindur që disa prej tyre kanë përfunduar edhe me ilaçe. Sepse qëllimi ishte që marrjen e presidencës së Trumpit ta merrte me probleme të mëdha, që ai mos ishte i Zotit dhe javë të jepte rrugëzidhje ashtu siç i dha. Dhe mos harroni një fakt tjetër, që këto luftrat u bën 2 vite pothuajse nga zgjedhjet e Amerikës. Që zoti Trump ishte në procedime penale, kishte shumë akuza dhe sot ju e shikoni mirë që ata që na thënë neve që duhet të kemi drejtësi, ai president që kishte kaq shumë akuza, pra 100-200.000 akuza sa kishte vendosur, ishte i lirë, kishte mundësi të kandidonte, u zgjodh president dhe çfarë u bë me akuzat e tyre? Asgjë. Sepse dishin vetë demokratët amerikanë që Trumpi do ta rimarrë përsëri pushtetin 2 vite para se të bënin zgjedhjen në Amerikë. Dhe prandaj demokratët amerikanë prodhuan kaq shumë konflikte të ndryshme, shiko Ukrainën ajo e famshme, shiko tërheqja nga Afganistani në mënyrë të njëanshëm. Pra çfarë nën kupton kjo gjë? Nën kupton qartazi që presidenca Trump në 24 muaj të para, që ishin 12 muaj të parë, mbaroi punën me pjesën ndërkombëtare, pra të luftrave, dhe tani vim ku
tek ajo që duhet për Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Pra, në ndikim ndërkombëtar, mbaruam me vendet e të cilat vendet e lindjes, Sirinë, e pati si bërë Siria, rasti i Sirisë. Pati luftë atje, gjenderdhje. Jo, në mënyrë kaq shumë të shpejt u largua diktatori. Dhe prandaj nderuar, po të them ty edhe qytetarëve, vjen një moment ku shtypet butoni dhe largohesh. Puna është, para se të largohesh si krye prokuror, si gjyqtar, si politikan, gjatë kohës ku ke punuar, puno me drejtësi, jo duke i bërë gropën tjetrit. S'është e sigurt që gropën që i ke bërë tjetrit do të faturohet ty. Dhe prandaj në mandatin, ose më mirë në 12 muajshin e ardhshëm pas 20 janarit të mandatit të një vjeçarit të parë të zotit Trump, do të shikosh administratën që do ndryshojë qasje dhe do të shkojë direkt tek Ballkani dhe tek Bashkimi Evropian. Mbaj mend këtu tani. Nga 21 janar 2026 deri në 22 janar të 2027, Bashkimi Evropian do të jetë pothuajse duke fol me veten e saj. Po duke fol me veten. Bashkimi Evropian. Po ne, ky është halli. Dërsa paralelisht do të merret edhe me Ballkanin, sepse unë jam i bindur që administrata Trump do të lirojë ushtarët e UÇK-s. Avokat, pa e mbyllim me këtë se ky ai do të parashikimi mirë. Ai do t'i liroj kush? Veseli, Thaçi. Kishim edhe Ramën sot andej. Mirë, pa ai prandaj shko se e din situatën si do ndodh, prandaj. E din edhe ai. Ju më thoni që Trumpi tani do t'i liroj. Jo, Trumpi e ke taksative këtë, po thjesht është procedurale më zotri. Është procedurale. Pra, do të keni parasysh diçka. Mbi palët është politika. Mbi pushtetet e tjera, pavarësisht ndarje balancimit dhe këtë që themi, është parlamenti. Sepse nga parlamenti zbatojnë të gjithë ligjet. Po nuk foli parlamenti, zbaton ai ligje apo secili ja fut si pas interesit. Prandaj them, politika është mbi palët. Dhe parlamenti ushqen me normim ligjesh palët e tjera. Por ajo që unë dua t'ju them juve është kjo. Sigurisht që do të ketë goditje në Ballkan, sigurisht që do të lirohen ushtarët tanë, as bëhet fjalë kjo gjë. Po patjetër mos harro këtë gjë. Është taksative kjo, por në rast se nuk do t'i liroj, goditet politikisht struktura e Bashkimit Evropian nga Trumpi. Sepse drejtësia çfarë është? Politikë është zotëri. Pse është politikë? Sepse atëherë kur drejtësia shkon edhe prek politikën, politika është vulnerabël. Në momentin ku politika merr dhe përqendrohet ashtu siç duhet rreth vetes së saj, kush rrezikohet? Drejtësia, sepse është pare kjo fjali e zakonore, mos ja bë gropën tjetrit se do bie shti. E pat rastin në Maqedoninë e Veriut, u bë e famshme prokurori arrestoi, do t'i fusi, do e bëj. Ku është zonja prokurore? Në burg. A ishte kjo e luciduar amerikanëve, europianëve dhe kështu me radhë? Pse duhet ajo të ishte në burg? Dhe pse duhet shkoj ajo në burg? Kur kapi këta të korruptuarit të atë që bërë namin? Prandaj ju them, rasti që ne kemi analizuar edhe të vazhdojmë të bëjmë analizë, është kjo. Çfarë? Mbi politikën nuk vepron gjyqësori pa prova. Ata që veprojnë pa prova i kanë hapur gropën vetes. Dhe të merren me veten
me rrobat e tyre se nuk i ka faj rroba tjetrit për shkak të statistikave. Dhe prandaj unë them që administrata Trump do të bëjë një punë të shkëlqyer që unë mendoj që Thatcher të tjerë do dalin dhe unë mendoj që Bashkimi Evropian 2026, 2027 dhe shikojmë Ursula von der Leyen duke qenë kaq shumë e apasionuar pas Ballkanit Perëndimor, sepse vjen Trumpi dhe thotë o i lironi, o bëj atë që bëra tek Irani. Po pse jemi alat? Po alat jemi, po ne jemi alat, po nuk jemi motra dhe vlla. Edhe motra dhe vlla e zgjedh për pronat. Edhe burri dhe gruaja ndahet nga dashuria, armiqësia. Prandaj dashur, 2026 do jetë një vit spektakolar. Sidomos edhe për konsum të brendshëm, do shikojmë gjëra të paimagjinueshme. Edhe mani mend këtë gjë, se ne e bëjmë kështu dhe pastaj na ikin këto lajmet. Do të shikosh në botë, po përfshi edhe Shqipërinë, ma e mend këtë gjë, edhe Shqipërinë. Rasti se si diktatori i Siris u largu me një telefonat nga Siria dhe mori ai tjetri i cili tani po bën turistin të u njohur me gjithë botën. Besoj mesazhi ishte i qartë. Po jam i sigurt që ata që besojnë veten e tyre në mënyrë të tepruar dhe mendojnë se po zbatojnë ligjin, të parë që do të sulmohen do të jenë ata të cilët janë hipokrit si kur po zbatojnë ligjet të Republikës së Shqipërisë. Po na pret një vit i vrrullshëm avokat. Mund të falenderoj shumë për bisedën. Falenderoj dhe ju për ftesën.